Partia Levica dhe Ministria e Arsimit përplasen për një raport të revizioni shtetëror kushtuar menaxhimit të parave publike nga ana e ministrisë. Ky e fundit reagoi duke akuzuar partinë se po manipulon me informacionin, pasi raporti i takon periudhës së pushtetit të kaluar. Nga Dikasteri e Arsimit shprehen se puna e opozitës është të kritikojë, por jo edhe të gënjejë, ndërsa shtojnë se ata i marrin parasysh vërejtjet e revizionit. Vetëm pak ditë më parë, kur njoftuam se po vepronim sipas njërit prej rekomandimeve të revizionit shtetëror, i cili kërkonte ndryshimin e modelit të financimit të konvikteve studentore, ishte Levica ajo që reagoi negativisht, duke kërkuar që të mos ndërmerren veprime. Sot, e njëjta parti po thot të kundërtën. Duke përmendur vërejtjet e revizionit për dobësi në menaxhimin e investimeve kapitale, objekte të papërfunduara dhe pa pranim teknik, shpenzim jo ekonomik për tekste shkollore e vërejtje të tjera, Levica pyet se pse ekziston enti shtetëror i revizionit kur rekomandimet e tij nuk zbatohen. Partia thotë se ndryshimet duhet të fillojnë nga Ministria e Arsimit dhe të gjithë sektorët e saj, pasi siç thonë, pa institucione me një sistem operativ të fortë dhe të zhvilluar, nuk ka kapacitet për të zbatuar reformat dhe për të arritur progres në arsim. Në çdo shtet serioz, një raport i tillë i revizionit do të kishte pasoja të rënda për të gjithë stafin drejtues, duke filluar nga ministri, i cili do të jepte dorëheqje në mënyrë të parevokueshme. Në vendin ton, raporti do të mbetet vetëm një shkronjë vdekur në letër dhe institucioni do të vazhdojë të funksionojë ashtu si deri më tani. Raporti i revizionit i kushtohet periudhës së vitit 2023, ndërsa është publikuar në webfaqen e revizionit më 2 shtator 2025.